Moti i keq ka përfshirë Italinë qendrore duke shkaktuar edhe viktima. Një 85 vjeçare është gjetur e vdekur në një grop në Ascoli, ndërsa babë e bijë rezultojnë të zhdukur pasi automjeti me të cilin udhëtonin është përpir nga uji, si pasojë e daljes nga shtrati të lumit Tete. Një video amatore xhiroi pamje tronditse që mbërrinin nga Messina, ku rreth 20 automjete u morën përpara nga furia e ujit që vërshoi në një rrugë në Mili San Pietro, ku përmbytën edhe katet e para të banesave. Megjithatë, asnjë nga pasagerët e automjeteve nuk u dëmtua. Në rajonin Marke, lumenjt kanë dalë nga shtredrit dhe kanë përmbytur disa fshatra. Uji ka vërshuar në qendrat e banuara, ndërsa ka nisur evakuimi i familjeve më të rrezikuara në katet e ulta të banesave. Qindra njerëz braktisën shtëpitë në provincat e Anconës, Macerate, Ascoli dhe Fermo dhe u evakuan me gomone e mjete të tjera lundruese. Furia e ujit ka përmbytur edhe fabrika dhe dyqane. Niveli i ujit në disa zona e ka kaluar 1.5 metra. Shumë rrugë fshatrash janë mbyllur për shkak të rrëshqitjeve të tokës dhe në disa lokalitete ka pasur edhe ndërprerje të energjisë. Situata e vështirë është krijuar edhe nga dëbora dhe ngricat në zona të tjera. Në Trieste shpejtësia e erës arriti në 147 km/h. Zjarfiksit e forcat e rendit u angazhuan në operacione për pastrimin e rrugëve nga pemët e rrëzuara, ndërsa 100 persona pësuan dëmtime dhe u drejtuan në spital për marrjen e ndihmës mjekësore. Erat e forta shkaktuan ndërprerje të linjave hekurudhore. Në krahinën Emilia Romagna, dëbora ka sjellë bllokime të disa rrugëve dhe vështirësi qarkullimi në disa të tjera. Edhe në jug situata paraqitet e vështirë, ku 2 persona gjetën vdekje në Kalabri, një pensionist dhe një 34 vjeçar që u përpin nga ujrat ndërsa udhëtonin me automjetet e tyre.